Ndërmë Antoni, unë personalisht falenderoj që kjo është Oda Podcast. Unë të njoh personalisht, por qa është më e rëndësishmja, unë të njoh personalisht veprat. Sepse njeriu i madh njihet me vepra, jo me emrin. Dhe kisha dash me thane, kam thënë 2-3 herë për diasporën e Michiganit, se është një diasporë me shqiptar prej mend patriotike, e lidhur njëri me tjetrin, por diaspora Amerikës dhe diaspora e Michiganit nuk do të kishte emrin ose do të kishte këtë pozicion që ka pa emrin e Dom Anton Gjirs. Kjo nuk është një lëvdat, kjo është një merit që gjatë jetës tane ju e keni përvecu me diasporën e Michiganit dhe jeni shtylla kryesore që diaspora e Michiganit është sot ku është. Jo vetëm nga ana e si një klerik i devotshëm, por dhe një patriot dhe një njeri me zemër të madhe që keni lënë ndihmë pa dallim feje, pa dallim krahije çdo shqiptari që ka në diasporën e Michiganit dhe veprat tuaja e kanë treguar dhe e tregojnë.